Në këtë film dokumentar, nuk do t'ju tregojmë për Tiranën, që po ndryshon shumë në vite. Tirana sot është qytet metropol, me investime e ndërtime të papara. Ajo është bërë më e bukur, më e zhurmshme, me gjallëri e aktivitetit të larmishme të një kryeqyteti të nivelit evropian. Tema jo nuk është kjo. Në fokusin ton vjen një kategori fëmijësh, të cilët kanë nevojë të trajtohen si gjithë të tjerët. Ata janë fëmijë me probleme të shëndetit mendor, me aftësi të kufizuara dhe zhvillim të vonuar. Këta fëmijë meritojnë më shumë dinjitet. Ata dëshirojnë dhe kanë të drejtë të jenë pjesë aktive e këtij qyteti metropol. Në njërin prej këtyre pallateve luksoze, me iniciativën dhe dëshirën e mirë, zoti Xhafer Kastrati, i ardhur nga Kosova, bleu një apartament dhe në bashkëpunim me psikoterapisten Ingrid Trajani, krijua një qendër të specializuar për trajtimin e të sëmurëve me probleme të shëndetit mendor. Malisheva Kosovës, para shumë vjetë ku marrë në Tiranë dhe ju marrë me një aktivitet, një që në kom pas në shkollën Luiq Gorakuqit për 8 vjetë me radhë, pastaj para 3 vjetëve me lindi ideja që të bëjnë një qendër të re, sepse vazhdimi i mësimeve dhe të mesme për te ishte mangut, si që u informovan këtu në Tiranë, dhe u morëm vesh bashkë me zonin Ingrid që të bëjmë një qendër të aftësimit të fëmijëve me prapametje mendore. Kam ndërmend, kam edhe një projekt që të bëjë edhe një atelier të mbrojtur që këta fëmijë të stërviten edhe në punë praktike. Po me eci puna, po ta mundësi materiale si që kum realizu këtë, do të realizoj edhe projektin e ri. Këta fëmijë me fantazinë e tyre e pakëzuan me emrin Shtëpia e Kuqe, siç është veshur nga jashtë kulla 10 katëshe. Ky apartament u shndërrua shpejt në një ambient familjar, ku fëmijët gjejnë dashurinë dhe kujdesin e veçantë të stafit për të zhvilluar, rehabilituar apo riaftësuar. Në këtë shtëpis, fëmijët mësojnë si të komunikojnë me njëri tjetrin. Aty gjejnë ato që kanë humbur pa dashje, aty lidhin ato pjesëza të shkëputura për të filluar një jetë të re e të gjatë së bashku. Shëndeti mendor i fëmijëve dhe adoleshentëve përbën një nga çështjet më shqetësuese të ditëve të sotme. Kjo për vetë faktin se pikërisht në këtë moshë shfaqen edhe problemet, të cilat, nëse nuk identifikohen dhe ndiqen nga profesionist, mund të mbarten gjatë gjithë jetës. Fëmijët me probleme të shëndetit mendor janë si gjithë të tjerët. Ata dëshirojnë dhe ndjejnë një lloj, por ndryshimi i tyre konsiston në mangësinë e lindur apo të pësuar gjatë jetës, gjë e cila kërkon për kujdesje, mbrojtje apo mbështetje të veçantë. Fati nuk deshi që këta fëmijë të pafajshëm të mendojnë si të tjerët. Shpeshherë mendimet e shkëputura ngatërohen, humbasin. Aftësia bëhet pengesë. Për të perceptuar realitetin, trupi humbet ekuilibrin, çdo gjë kthehet për një moment në regres. Dhe ata kanë të drejtë të ëndërrojnë për një jetë më të bukur. Unë gjatë ditë në qendër, e një mirë, vizatojmë, shkruajmë, mëse gatujmë. Pranë mirë ishte, shumë bukur, qyteti bukur është, bëjshë fotografi. Më pëlqen shumë
e shkojnë me gëstësën tu. Shkojnë edhe me gëstësën tu. Shkojnë edhe me Marjetën. Shkojnë edhe me Zuzën tu. Shkojnë edhe... Unë qef për shpjekuqe. Për qef. Për qefi. Për lindën, për Kristin, për Erlën, për Kevin, për Julin. Për Zaken. Me këta lajena, la Gota, la Fuljana, Kongodili, Delfini, krahas punës që kemi bërë me këto fëmijë, janë bëret që këto janë të aftë të bëjnë në kuzhinë për shembull, ose të bëjnë pastrimin e kësaj, të bëjnë pazarin, të dalin vetëm pa ndihmën time. Në këtë ambient, dëgjohen të artikulohen, megjithse me vështirësi, emrat e tyre: Rigjena, Jetmiri, Kristi, Erla, Lindi. Bukuria nuk qëndron tek melodia e zërit të tyre, por tek puna e tyre e palodhur, për të perfeksionuar të folurën dhe komunikimin ndërmjet tyre. Stafi specializuar nuk heziton të ndajë me ta përvojën e tij, që çdo ditë, muaj, vit të sjellë ndryshimin, qoftë edhe të vogël, por që është një sukses i madh, i vlerësuar shumë nga familjet e fëmijëve, për misionin e tyre të vështirë dhe human. Unë kam 6 muaj kam sjell djalin këtu. E kam shkuar edhe në shkolla të tjera, po nuk ma kam bajt njëri nga problemet që ka. Këtu ndihem më mirë, tamam si në shtëpi këtu. Më pëlqen që fëmia arri këtu mbahet. Ky është një apartament me një sipërfaqe prej 90 metra shkatror, i cili mban gjatë ditës rreth 20 fëmijë dhe edukator. Është një ambient i cili është shumë funksional në shërbim të fëmijëve me aftësi të kufizuar mendore. Fëmijë të grupeve të grup moshave nga 6 deri në 20-21 vjeç. Për këtë na ka ndihmuar shumë bashkëpunimi me qendrën Don Bosco, ku fëmijët vënë dhe kalojnë bazditet e tyre, ndërkohë që ne organizojmë dhe aktivitete të ndryshme në qytet, shëtitje në qytet. Si ky apartament, unë do të kisha dëshirë që të kishte në të gjitha lagjet e Tiranës dhe në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Sot është bukur të kemi struktura të tilla, jo shumë të mëdha, por funksionale. Ka shumë fëmijë të rinj të cilët janë në shtëpiat e tyre, të cilët janë të, si thua, të braktisur ose të mbetur mënjan. Ndërkohë që ata do të kishin dëshirë të rinin me shokët e tyre, me bashkëmoshatarët e tyre. Dua të falenderoj këtu për shembull doktoresh Pasionaren ose doktor Ariel Çomon, të cilët na kanë qëndruar pranë dhe na kanë ndihmuar me konsultat e tyre në momente të caktuara. Por unë do doja që ata t'i kishin pranë në mënyrë të rregullt. Specialistët rekomandojnë që kjo kategori fëmijësh nuk duhet të izolohen nga shoqëria dhe ambienti që i rrethon. Përkundrazi, duhet ta njohin atë, ta prekin, ta pranojnë dhe të eksplorojnë natyrën me bukuritë e saj. Stafi i qendrës ndjek me përparësi argëtimin e fëmijëve, që ata të kalojnë sa më shumë kohë në natyrë, me lojra të shumta e zbavitëse, aq shumë të domosdoshme për rehabilitimin e shëndetit të tyre. Të gjitha shoqëritë e civilizuara po i kushtojnë një vëmendje gjithnjë më të madhe shëndetit mendor të fëmijëve dhe çrregullimeve të tyre. Të gjithë së bashku duhet të kontribuojmë në krijimin e një kulture pa paragjykime dhe stigma. Këta fëmijë nuk duhet të jenë pre e përbuzjes, diskriminimit dhe marginalizimit. Ata kanë të drejtë të jetojnë të integruar në jetën shoqërore dhe sociale. Kanë të drejtë të shkollohen dhe zhvillohen si gjithë fëmijët e tjerë.
Në konventën e të drejtave të fëmijëve, e drejta për të argëtuar është nga më të rëndësishmet për këta fëmijë, të cilët zhvillojnë përmes terapisë së lojës, jo vetëm kapacitetet e tyre intelektuale dhe fizike, por edhe ato shpirtërore dhe emocionale. Terapia e lojës i bën ata më të pavarur psikologjikisht dhe i ndihmon të çlirojnë ankthin dhe frikrat e fituara. Puna ime me këto fëmijë është më tepër specifike. Këtu ka shumë fëmijë me probleme fizike, për të cilët unë më bëj një plan të veçantë, specifik për këto lloj fëmijësh. Dhe profesori është me këtë që t'i integroj sa më shumë në jetën e përditshme. Me anë të ushtimeve fizike, t'i ndihmoj ato që të bëhen të vetëdijshëm për veçshërbimin për veten e tyre dhe të jenë sa më të aftë për integrimin në jetë. Përdor shumë ambientin jashtë, sidomos kur është koha me diell, sepse dihet që këto fëmijë nevoja kryesore është ajri, dielli dhe sidomos dhe lojra të ndryshme për të cilat ato kanë qejf të argëtohen si fëmijët normal. Jemi duke zbatuar politikat qeverisë shqiptare për standardet e zhvillimit në këto qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, duke respektuar strategjinë kombëtare të aftësisë kufizuar, e cila fokusohet në dy drejtime: në rehabilitimin e këtyre personave me qëllim integrimin në komunitet, duke ditur që janë si gjithë të tjerët, veç se kërkojnë më shumë përkushtim, humanizëm dhe kulturë profesionale, që me shumë kënaqësi unë do të apohoja se këto cilësi humane ekzistojnë te ky staf. Në të njëjtën kohë, unë do të thoja që kjo qendër është një qendër model që zgjeron tipologjinë e shërbimeve dhe që vazhdimisht në përputhje me standardet